Policia e Durrësit ka vënë pranga 4 persona pas zbardhjes së dinamikës së konfliktit armatosur që ndodhi në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në Manës të Durrësit, ngjarje që la pas 2 viktima. Fillimisht u raportua vetëm për përplasje mes autorit Daniel Pepa dhe kamarierit, ndërsa këtë të njëjtë pas dinamikës së ngjarjes është bërë i mundur identifikimi i të gjithë personave të përfshirë dhe roli që kanë patur në ngjarjen e rëndë. Të arrestuarit janë Erald Cani, Ergi Kadiu, si dhe vëllezërit Taulant dhe Emirjan Beqja, të cilët akuzohen për moskallëzim krimi. Nga hetimet e kryera deri më tani rezulton se Daniel Pepa ka hyrë në ambientet e lokalit në Manës, ku është konfliktuar verbalisht me kamarierin, pasi ky fundit i tha se ekspresi kafes ishte fikur. Në debat është përfshirë dhe Flori Paluçi, i cili ndodhej në lokal në shoqërinë e disa personave, mes tyre dhe Erald Cani. Pas debatit, Pepa është larguar me automjet, por është kthyer pas pak minutash në shoqërinë e Ergi Kadiut dhe Aranit Kurtit, gjatë tentativës për të futur sërish në lokal. Flori Paluçi ka dalë jashtë dhe dyshohet se ka qelluar në tokë me armë zjarri në shenjë paralajmërimi. Në atë moment Daniel Pepa dyshohet se ka hapur zjarr drejt Paluçit, duke e plagosur. Ky i fundit më pas është përgjigjur me armë, duke qelluar në drejtim të Pepës dhe Kurtit. Përplasja me armë rezultoi fatale për Paluçin dhe Kurtin, të cilët humbën jetën në vendngjarje. Policia e Durrësit po vjon kërkimet për kapjen e Daniel Pepës dhe bashkëpunëtorit të tij të dyshuar Gëzim Mallçi, i cili akuzohet për përkrahje të autorit të krimit dhe moskallëzim krimi.